Pastaj, prej shenjave të radhës që dëshmon për zemrën e plagosur, rënd dhe thellë, është edhe kur robi nuk preket nga fjala e Allahut, nuk ndikohet, pra nuk ka ndjeshmëri, e lexon Kur'anin me sy, e dëgjon me vesh, por nuk e ndjen me zemër, i ka humbur ndjeshmëria në raport me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo ndodh për shkak të ngurtësimit të zemrës. Normalisht, ngurtësimi i zemrës është një proces i gjatë. Ajo nuk ndodh me njëherë. Janë disa parafaza që ndodhin tek pastaj vjen ngurtësimi i zemrës. Por Allahu thotë thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Pastaj juve ju ngurtësuan zemrat pas asaj. Çfarë është fjala pas asaj? Pas shpallës që ju erdhi, pas argumenteve që juve u ngritën nga pejgamberët e Allahut. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Dhe ato zemra u bën sikur se gurët e madje edhe më të forta se sa gurët. Pra më të ngurta se sa gurët. Siç edhe shpeshkon Allahu në vazhdim, ne thotë ka gurë që përmes tyre rrjedhin lumejnë, pa janë të gjalla në natyrën e tyre të ngurtë, por prapë megjithatë kanë një lloj gjallëria, sepse për tyre burojnë ujë të ndryshëm, lumej, gurra e kështu me radhë, por ka zemra që nuk burojnë asgjë mirë prej saj. Ka zemra që nuk janë të gjalla fare. Fizikisht ato mund të jetojnë, por shpirtërisht ato janë të vdekura. Prandaj ato nuk preken nga fjala e Allahut. Sado që ti flasësh dikuj për atë se mund të ndëshkohet në ditën e gjykimit me zjarr, ai nuk preket fare, madje edhe mund tallet me të, sepse e ka humbur ndjeshmërinë në raport me fjalën e Allahut. Në anën tjetër ka besimtar që në momentin që u përmendet Allahu, vetëm emri Allah u rënqethen zemrat e tyre dhe kjo është dëshmia më e lartë e imanit të sinqertë, siç edhe Allahu tregon në Kur'an, ku thotë innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Besimtarët e vërtetin ata të cilët kur u përmendet atyre Allahu u rënqethen zemrat. Por kjo është një dëshmi e drejtë për drejtë e asaj se kjo zemër është e shëndosh. Pra zemra nuk ngurtësohet me njëherë, ajo ngurtësohet gradualisht me largimin nga Allahu subhanahu wa taala.